Shqiptarët, populli i veçantë në Europë. Shqiptarët janë populli më autokton në Ballkan, që nuk kanë asnjë lidhje me slavët, por që kanë disa ngjashmëri me helenët, grekët. Një studim që ka bërë Universiteti i Kalifornisë lidhur me prejardhjen gjenetike të popujve ka konstatuar se shqiptarët janë populli më autokton në Ballkan, që nuk kanë asnjë lidhje me slavët, por që kanë disa ngjashmëri me helenët, grekët. Sipas këtij hulumtimi, shqiptarët janë populli shumë i vjetër dhe kanë gjuhë të veçantë. Shqiptarë, sipas këtij hulumtimi, përgjatë shekujve kanë ruajtur homogjenitetin, ndërsa për shkak të zhvendosjeve, migrimeve e martesave, të dhënat gjenetike tregojnë se popujt e Europës, kush më shumë e kush më pak, të gjithë janë kushërinj të largët. E gjithë Europa është një tollovi e madhe gjenetike. Shumica e popujve në kontinentin e vjetër kanë paraardhës të njëjtë apo të ngjashëm. Këto ngjashmëri janë evidente, së paku përgjatë 1500 vjetëve të fundit, por aq sa kanë të përbashkët, disa prej tyre popujve duken gjithashtu të ndryshëm. Në këtë grup duket se bëjnë pjesë shqiptarët, thot ky hulumtim. Prejardhja e tyre e ilire dhe gjuha tërësisht e veçantë, sipas të njëjtit hulumtim nga të tjerët, i bën ata relativisht të veçantë. Peter Ralph dhe Graham Coop janë dy studiues nga Departamenti për Evolucion, Ekologji dhe Biologjinë e Popullsisë në Universitetin e Kalifornisë në SBA. Ata në korrik të këtij viti kanë publikuar një studim të quajtur Gjeografia e fundit e prejardhjes gjenetike nëpër Europë.